Roland Hysi, i njohur si Landi i grupit muzikor West Side Family, i ftuar në një studio televizive ndau detaje të veçanta nga jeta e Armir Shahinit, i njohur si Miri, i cili është pjesë e Big Brother VIP Albania 5. Landi tregoi se ka zhvilluar një bisedë të fundit me Mirin përpara se ai të hynte në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, duke shtuar se po e ndjek vazhdimisht rrugtimin e tij në lojë. Gjithashtu, ai theksoi se këshilla kryesore që i ka dhënë ka qenë ruajtja e qetësisë dhe shëndetit mendor. Është momenti që Miri do të marrë atë që i takon për veten, grupin dhe të tjerë. Ai e di sa i fortë është dhe duhet të jetë. Familja është pika e dobët e Mirit. Është i lidhur shumë me familjen, sidomos me gocën. Ka një gjë shumë të mirë. Nëse kjo gjë ecën, do të ketë më shumë mundësi familja që të vi dhe ta vizitojë më shpesh. Ata jetojnë në Gjermani, ndërsa ai rri këtu për familjen. Ajo që kemi diskutuar është rri i qetë, ruaj qetësinë dhe shëndeti yt mendor ka më shumë rëndësi. Të tjerat kanë bërë abonimin me digital, më datë 19 dhjetor, u shpreh ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.